Çka ndalohet kur njeriu është i papastërt? Kur njeriu është i papastërt, Zoti në Kur'an thotë ju të cilët keni besuar, mos falni namaz derisa të pastroheni. Prandaj xhamia është simbolik e namazit dhe me hyrë në xhami i papastërti nuk lejohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la uhillu al-masjid li haid wala li junub. Nuk e lejoj xhamin, nuk lejohet me hyrë në xhami ajo e cila është me hajz, me cikël mujor dhe ai i cili është i papastër xhunub. Ky hadith është transmetuar nga Abu Davudi, Ibn Majah, disa dietarë kanë thënë që është i saktë, disa kanë kontestuar saktësinë, mirë po ajo që është e rëndësishme është që dietarët islam kanë punuar me të në mënyrë të përgjithshme. Prandaj e fuqizon kuptimin e ajetit të Kuranit dhe hyrja në xhami për ata i cili është i papastër, qoftë për gratë kur janë cikël mujor, qoftë për ata të cilët janë xhunub, kjo në gjë të tillë nuk lejohet. Nuk lejohet gjithashtu të falet namaz kur besimtari është i papastërt, kur është xhunub. Dhe përmendëm ajetin e Kuranit i cili e potencon një gjë të tillë. Nuk lejohet që besimtari të lexojë Kur'an kur është në gjendje të xhunublëkut apo në gjendje të hajzit apo lehonis. Mos të harrojmë se kur besimtari është xhunub apo i papastër, atij lejohet të dalë, të lvizë, të punojë, të gatuaj, e të bëj punë të ndryshme, sepse nuk është i papastër gjendja fizike e tij. Në këtë rast kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam të cilin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu i cili ka thënë kam qenë me pejgamberin alayhis salam, kam dalë dhe kam shkuar në një vend, në atë rast jam larguar pa më vërejt pejgamberi alayhis salam dhe jam vënë për pak kur jam kthye, më ka pyet pejgamberi alayhis salam ku ishe o Abu Huraira o Abu Hir, sot i kam thënë kam qenë i papastër dhe isha për t'u pastruar. Në këtë rast pejgamberi alayhis salam ka thënë subhanallah o Abu Huraira, besimtari la yunjas, nuk bëhet i papastër. E kështu që në këtë rast kjo është argument që lejohet për me dalë, me punu, me vepru e kështu me radhë dhe ecja e tij, lëvizja e tij, puna e tij nuk është ndaluar në këtë gjendje, por gjithherë preferohet që të pastrohet sa më shpejt dhe nuk lejohet të mbetet i papastër që të ikuha namazit, do mund të jetë i papastër dhe ai papastërtia e tij të bëhet shkaktar që ky mos të fal namazin.